Heftimet e Prokurorisë Federale të Brugës dhe të zyrës së Prokurorisë Europiane në Bruksel po zbërthejnë rrjetin e marrëdhënieve mes të dyshuarve dhe personave të tjerë të përfshirë për të kuptuar nëse ka patur lidhje apo bashkëpunime që kanë favorizuar dyshimet për mashtrim dhe korrupsion lidhur me dhënien e Akademisë Diplomatike Europiane të Kolegjit të Evropës, institucion ku Federica Mogherini ka qenë rektore deri në ndalimin e saj javën e kaluar. Federica Mogherini, ish ministre e jashtme e Italisë dhe ish përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, dhe Stefano Sanino, ish ambasadori i Italisë në Madrid dhe aktualisht sekretari i Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm, njihen prej shumë vitesh në Bruksel. Kjo marrëdhënie përshkruhet si shumë e afërt në kufinë të një miqësie të mirëfillt. Të tre u ndaluan nga policia belge për akuza që variojnë nga manipulimi i tenderave, mashtrim, korrupsion, konflikt interesi deri te shkelja e sekretit profesional dhe e rregullave të konkurrencës. Pas orësh të gjata marrje në pyetje, ata u liruan, por hetimet vazhdojnë. Policia ka tashmë një sasi të madhe dokumentash të cilave u shtuan edhe telefonat dhe pajisjet elektronike të sekuestruara në banesat dhe zyrat e tyre. Në këto pajisje mund të gjenden emaile, biseda dhe mesazhe që mund të përfshin edhe persona të tjerë. Një nga elementet më të rëndësishme të hetimit është blerja në mars vitit 2022 e një ndërtese me vlerë rreth 3.2 milion euro e destinuar për akomodimin e 50 studentëve të akademisë. Blerja dyshohet se është kryer ndërkohë që tenderi ishte ende në zhvillim, një detaj që ka ngritur dyshime për përdorimin e informacioneve të brendshme. Pas marrjes në pyetje, Mogherini njoftoi dorëheqje nga detyra, duke deklaruar se vendimi ndaj saj është në përputhje me korreksinë maksimale që ka ndjekur gjatë gjithë karrierës. Në Bruksel, ndërkohë raportohet se ajo ka qenë në presion të madh nga mjedisi akademik belg, ku disa zëra e kishin kritikuar edhe para shpërthimit të skandalit.